me që është prej kushteve thelbësore njeti, qëllimi, atëherë do në thotë kërkohet prej secilit prej agjiruzve që të vendos të e bën njetë. Dietarët islam flasin në mënyrë të përgjithshme dhe konkrete se përket njetit gjatë muajit begat Ramazanit. Fillimisht kërkohet që të bëhet njet agjerimi krejt muajit Ramazanit. Pra agjerosi, para se mi fillu, po presupozojmë sikur nesër është fillimi i ditës së parë, prej sot veç e bëjmë njet me agjeru muajin e Ramazanit. E pastaj na shoqëron edhe njeti për çdo natë. Dhe dietarët islam thonë që ngritja në syfër veç është njeti që lidhet me vetdijen për veprimin e ardhshëm? Patjetër, do thotë se njeti, kjo është edhe ashtu qysh edhe dietarët islam e theksojnë, pra vetdija jonë, bindja jonë, qasja jonë, gjithsesi se këtu edhe ka vendin njeti në zemër, prandaj edhe i flasim vetvetes për agjerim dhe nuk do duhej të shqetësohen sepse shpesh e ndëgjojmë nga agjerusit, unë e bëj njet me agjeru muajin e Ramazanit, po çka nëse smurem, çka nëse prish. Momentin që smurret personi ose e prish me arsye, ai veç do thotë është i arsyetuar. Pra njeti do të jetë për komplet agjerimin, për faktin se ka mundësi që ndonjë natë edhe nuk i del gjumi. Pra në sefer, edhe kështu që nuk ka agjerim pranuar pra njet. Pa njet nuk ka agjerim pranuar. Pra kjo është çështje konsensuale të gjithë dietarët islam sa i përket agjerimit muajit Ramazanit. E pastaj ka divergjenca te agjerimi vullnetar. Nëse del gjumi, pra pas përfundimit syfyrit. Ndërsa sa i përket agjerimit obligativ, kushtohet njeti paraprakisht. Pra para se të hynë koha e agjerimit ose të përfundon koha e syfyrit. Dhe po përmendni çështjen nuk i del gjumi për syfyr. Në këtë rast kur bjen në gjumë besimtari e ka idenë, pra e ka planin për të ngritur. Ky është njeti. Po, ky është njeti. Nëse nuk zgjohet në syfyr, pra agjerimi i tij është i vlefshëm apo jo? Një herë e ka bënë njet në fillim, thamë për tërë muajin, pastaj ai kur të bie me fjet gjithsesi ka për qëllim me u çunë syfyr për çka? Për ta agjeruar. Për ta agjeruar, domethënë ky është njeti.